Kaliuta, Vasiliuk, Jurshuk, Marshuk, Rabrova, Kisja Levish dhe Mikejenka. Trajneri skuadrës Marina Lis. Përgjigjet Danimarka duke filluar me portierën Sested, më pas Moesgaard, Lefevre, Termansen, kapiteni i skuadrës Borkop, Thomsen, Land, Fris, Ut, Larsen dhe Hoffman. Në zonën e rezervave Jensen, Jones, Rate, Soderup, Jensen, Kolstrup, Hoyer, Foss dhe Astrup. Trajneri i skuadrës Kristina Pedersen. Ndërkohë që ndeshja gjykohet nga austriakja Olivia Tschon, ndihmëse të saj Lena Hirt, Anne Wersfeld nga Gjermania dhe arbitre 4 dhe Fabienne Michel, vëzhguese Lala Orta nga Turqia dhe delegate UEFA-s Orkan Huseinadze nga Azerbajxhani. Sulmon Danimarka, ndërsa topin e parë nga qendra ka luajtur Bielorusia. Në krahun e majtë të ekranit Bielorusia dhe në krahun e djathtë Danimarka. Ky është grupi ku merr pjesë Suedia, por duke qenë se është finaliste organizatore e finaleve të kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç në futboll për femra, me 5 deri në 18 maj 2024, është e kualifikuar direkt, që do të thotë që 3 skuadra të tjera, Greqia, Bielorusia dhe Danimarka, luftojnë për një vend në këtë kampionat evropian. Pra, gjithçka do të luhet midis këtyre 3 skuadrave për 2 vendet që do të shkojnë së bashku me Suedinë si organizatore nga grupi A7 në finalet e kampionatit evropian. Por më parë duhet kalojnë edhe në raundin e 2 të Ligës A dhe Ligës B. E fundit e Ligës A zbret në Ligën B dhe Anasjeltas, të parët e grupeve të Ligës B ngjiten në Ligën A. Luan kundër sulmit Danimarka. Edhe një herë tjetër është numri 10 Katsinel. Një nisje e qetë. Numri 12 edhe një herë tjetër në këtë kundërzbritje në ballë të gjerë të Danimarkës. Tormansen. Ky kombinim, por nuk arrin të godas Fris. Përpiqet të dalë përpara Drashdova. Rivënia ansor për Bielorusi. Kujtojmë që kampione e Europës në fuqi për moshën deri në 17 vjeç është Franca, e cila në finalen e 26 maj në tali të Estonisë mundi Spanjën 3-2. Ndërnduar rivënia dhe do të jetë për Danimarkën. Termansen në këtë rivënje, një lojtare të datëlindjes 2006-2007. Edhe një tjetër Termansen në gjysmëfushën e Bielorusisë, Danimarka, ndërsa kemi mbritur në minutën e 4 të takimit. Termansen marrin topin bielorusit, por është këmbgulse Lund. Lefevre. E ky kundërsulm i shpejt i bielorusëve, por del Soestet, ndërkohë që ka dhe një pozicion jashtëloje nga lojtarët bielorusë me topin pas shpinës së mbrojtjes daneze. Duhet të jetë më e kujdesshme në parapavi skuadra daneze. Kjo është ndeshja e parë midis këtyre dy skuadrave në kualifikuesit e kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç në futboll për femra.
Termansen. Edhe njerë Termansen në krahun e majt. Gabon në pasim. Megjithatë topi është përsëritur në këmbët e danezëve me Larsen. Larsen rrotullohet dhe detyrohet ta kthejë topin në prapavi. Për gjetur mënyrën e sulmit edhe një herë tjetër Larsen. Termansen, përsëri Larsen. Kthehet përsëri topi në qendër të mbrojtjes së Danimarkës ku është Lefevre që ka zhvendosur lojën në krahun e djathtë. Kundër zbritja e Moesgaard. Më pas dhe Lund Moesgaard. Arkimi me njëherë shërb drejtën në duart e portierës Ajdushuk. 5 minuta lojë. Gjithnjë 0-0. Rivënja e gjatë e topit nga portierja Ajdushuk. Marrin topin bjelorusët. Katsinel. Termansen. Rivënja me duar për Bielorusin afrohet me njëherë numër 21 Drashdova. Përpiqet Katsinel. Rivënja ansor për Bielorusin. Edhe një herë tjetër Drashdova, një rivënja ansor në krahun e djathtë, por shumë pranë zonës së rrepsisë së Danimarkës për Bielorusin. Drashdova. Katsinel, por nuk gjen pozicionin e goditjes, megjithatë vjen kjo goditje nga jashtë zone vetëm rivënje fundore për Danimarkën. Edhe një tjetër, portierja Sestet. Marrin topin bjelorusët. Sestet. Dalja shpejt e Danimarkës përpiqet të Fris. Termansen edhe një herë tjetër Fris në krahun e majt. Arkimi në zonë, por nuk arrin të godas Larsen. Zbritja shpejt e Borkop. Termansen. Fris në këtë kombinim largon mbrojtja bieloruse, edhe një herë tjetër Termansen mundohet Danimarka ta mbajnë në të mbërthyer në gjysmëfushën e vet Bielorusi, e cila zgjedh kundër sulmit për të kundër përgjigjur, por nuk arrin Katsinel. Topi në këmbët e Sestet. Edhe një tjetër përpiqje Danimarka. Përpiqjet e Bielorusia ishte Katsinel, por rivënia është me duar për danezët. Termansen. Ndërkohë ka një lëvizje në prapavi ndrrim pozicionesh midis lojtarëve danezë. Faul, goditje dënimi në ndërhyrje ndaj Larsen nga numri 21 i Bielorusisë Drashdova. Lefevre. Moesgaard, edhe një herë Lefevre.
Lefebvre kundër zbritje ka hyrë në gjysmë fushën bieloruse. Kthehet topi përsëri tek portieria Sehested. Hoffman. Ka shumë gabime në rrethin e mesit fushës, 10 minuta, të cilat nuk kanë regjistruar asnjë goditje në portat respektive. Hoffman, Sehested. Sehested në këtë dalje të shpejtë. Hermansen dhe vjen goditja e parë nga këndi për Danimarkën, ndërhyrja e fundit e Barilkës. Goditja e parë nga këndi për Danimarkën. Një goditje të këndi që do të vinë në krahun e majt të sulmit danes. Grumbull lojtarësh përpara portierës Eidushuk. Ud. Përsëri Ud. Arkimi Tokas i topit edhe një tjetër Ud. Afrohet edhe numri 7 Borkop. Ndërhyrja fundit e numrit 6 Shaushuk. E goditja e dytë nga këndi për është rivënjë nësorin më sakt dhe e goditja e këndi Hermansen. Topi që merret nga bielorusët që më pas e dorëzojnë me njëherë Hermansen. Borkop lirohet mirë nga mbulimi i 2 lojtarëve bielorusë në ndërtimin e aksionit. Përsëri Hermansen në krahun e majt. Harkimi me njëhershëm ndër portës bieloruse, por vetëm rivënje fundore. E ruan mirë zonën e saj Hafar. Minuta 12. 0 Bielorusia e 0 Danimarka. 12 minuta që nuk kanë prodhuar asgjë. Kthehet topi tek Hoffman. Sehested. Hermansen. Gabon në pasimin e saj megjithatë. Mbyllet mirë Borkop. Larsen. Në krahun e djathtë, por nuk e merr si duhet. Me sushurja daneze. Se ishtë topi për Borkop. Dalje me kombinime e Danimarkës që nisë kundër sulmin e shpejt me numrin 10 Friis. Larsen, por pozicioni jashtë loje. Megjithatë ka qenë edhe ndërhyrja e portierës Eidushuk. Pozicioni jashtë loje në minutën 13. Rrezikon Danimarka tani më me topin pas shpinës së mbrojtjes bieloruse. E shohim edhe njërë nga përsëritja. Në fakt në nisje duke sigurisht e pozicioni rregullt i Larsen, por më pas është ngritur flamuri i gjermanës Wersfeld. Eidushuk. Ndërhyn Hermansen. Edhe njërë tjetër. Nisje e shpejt e sulmit e bielorusëve me numrin 10 Katsinel. E kjo goditje për Hoffman pret. Shumë e lehtë goditja. E vëmendshme portiere daneze Hoffman Larsen. Se ishtë topi në këmbët e bielorusëve. Drozdova. Arkimi në zonë. Vetëm rivënje fundore.
Edhe kjo moment nuk prodhon asgjë për Bielorusin. Hoffman. Sested. Termansen. Larsen. Që ishë përpikje Danimarka, topi për numrin 9, Lund, dhe gol dhe shtylla e Majt Pingule ka penguar golin me gjithë të këmbgul Danimarka. Goli i parë vjen në minutën e 15, shënon Danimarka, kalon avantazh, në fillim ishte numri 9, Lund që goditi shtyllën. E topin e kthyer nga shtylla, mbrojtësit bieloruse nuk ishin në gjendje ta largonin. Dhe vjen goditja. Është numri 11, Ut, që kalon Danimarkën në avantazh në minutën e 15, pra Pra, 1-0 për Danimarkën. E njësë edhe njërë topin nga qëndra Bielorusia. Larsen. Termansen. Termansen. Ris. Uta autore e golit. Po merë nga Bielorusit me jetë këngul për kop. Ris. Faul shkaktuar nga numri 10 i Danimarkës. Pra, 1-0 për Danimarkën në minutën e 15 shënoi Ut. Lund goditi shtyllën e Ut përcolli topin në 10. Sërish topin në këmbët e Danimarkës, por nuk mundet Lund ta çojë më tuti aksionin sulmues, topin në duart e Ajdishuk. Termansen. Larsen. Pasimit saktë të skuadrës daneze. Borkop. E gabon në pasim kapiteni daneze. Tjetër e rekuperon shpejt Lefevre. Më pas portierja Hoffman. Sested. Dalje shpejt e Sested. Termansen shumë i fortë, i pasim me gjithë ka arritur numri 4 i Danimarkës, e kalquar përpara topin Drozdova. Borkop nuk preferon të godas. Fris. Sested. Termansen, disi i vështirë i top. Katsinel. Edhe numri 3 Lefevre, portierja Hoffman. Duke ka probleme për Termansen. Dalje shpejt e Sested pretendon për faul, ndërkohë që është dëmtuar kapiteni i skuadrës Kavaljova. Kjo dalje shpejt e Bielorusisë dhe goditja nga këndi. Nuk arrit të shënoj Protasjuk, ndërhyrja evidente e Lefevre dhe goditja e parë nga këndi për Bielorusisë pranë golit barazimit. Bielorusia 1-1 goditja e këndit, 1-0 shifrat e goleve në favor të Danimarkës, me golin e Ut në minutën e 15. Goditja e këndit në krahun e djathtë të sulmit të Bielorusisë. Markimi në zonë, me kokë
Katsinel, por vetëm rivënje fundore. Me frym Danimarka nga ky presion i momentit i Bielorusis. Sestet. Lefevre. Përsëri Sestet. Edhe njerë për pasimi për Termansen. Termansen. Larsen është vendosur në krahun e majt, më pas vjen edhe Fris. Larsen ka gjithë zonën e veprimin për ta çuar topin në zonën e vogël të portierës. E kjo goditje ngatron me njëra tjetrën lojtarët të danezë Shehut që kërkoi të firmosë 2 golshin e saj. Këmbgul Mojsgard. Topi në duart e Ajdishuk. 1-1 goditje e këndit. 1-0 shifrët e goleve Hut në minuta e 15. Katsinel. Rivënjansor për Danimarkën. Termansen. Këtë are shpejt me numrin 19 Kavaljova, por e dorëzon shpejt kapitenja bieloruse, Lefevre. Mojsgard. Përsëri Lefevre. Sestet. Termansen. Gabon në pasim. Drashdova. Që je pull topit shmang për një qas Fris, e cila ka rekuperuar më pas Borkop. Sestet. Lefevre. Përsëri Lefevre në kombinimin me numrin 8 të Danimarkës, Thomsen. Termansen. Drashdova. Vlerruan mirë pozicionin. Topi për bieloruset. Borkop. Faul. Goditje dënimi për Danimarkën në rrethin e mezit fushës. Faulli shkaktuar nga numri 16 i Bielorusisë, Protashiuk, që këshillohet në këtë moment nga Olivia Çon. Një arbitër e njohur sidomos në kualifikuesit e kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç. Ky do të jetë një muaj i gjatë për Federatën Shqiptare të Futbollit për shkak të aktiviteteve që ka deri në fund të nëntorit. Por të lëshojmë këtë aksion të Danimarkës, Fris nuk arrin të dalë kombinimi. Nisë të kundërshtuar Bielorusia. Kjo dalë shpejt. E në fund kontrollon gjithçka. Hoffman mbrim kështu në minutën 23 dhe Termansen. Sestet. Olivia Çon nuk është herë parë që vjen në Shqipëri, ka qenë arbitër e 4 në 9 shtator të 2023-shit në Fris. Fris të këtë goditje dhe goli 2, super goli i Fris në minutën e 24 në krahun e majtë të portierës Ajdishuk, e cila ja bëri hizmetin e i farë mënyre duke u hedhur në atë krah për të kapur topin, topi që përfundon në tërkëndëshin e sipër të portës dhe jemi në 2-0 për Danimarkën. Shënon Fris. Hut në minutën e 15 dhe Fris në minutën e 24 dhe 2-0. Gjen golin e sigurisë Danimarka
Pra, Olivia Çon ka qenë arbitre 4 në ndeshjen Vllaznia Valur 1-2 në 9 shtator 2023 në Shkodër dhe ka qenë arbitër kryesore dhe në 6 shtator ka qenë arbitre 4 në ndeshjen Valur Fomget Kiçlik 2-1. Po kështu, si gjyqtare 4 të 11 prill 2023 ishte në ndeshjen e raundit të dytë të Ligës B kualifikuese të kampionatit evropian U19 për femra Liechtenstein Shqipëri 0-2 e në 8 prill 2023 arbitre 4 po në të njëjtin grup Skoci Liechtenstein 7-0. Pra është disa ta herë mësë shumë ti ka arbitruar 4 ndeshje, kjo është ndeshja e 5 në Shqipëri nga prilli i 2023-shit. Sa kaq pra, përveç ndeshjeve të kombëtares, e cila më 17 nëntor do të luajnë në transfertën e Moldavis dhe një 20 nëntor do të pres ishujt faror për të mbyllur kualifikueset e kampionatit evropian. Apo kur kombëtarja shpresa e trajnit Alban Bushi më 17 nëntor do të jetë në transfer të rumune dhe me 20 nëntor në transfertën e Malit Zi për kualifikueset e kampionatit evropian 2025, por çohim të dalit të shpejt të bielorusëve. Provon të rrezikojë dhe të rihap ndeshje Kacinel, por vetëm rivën jansor për Danimarkën. Shqipëria do të mirëpres me 15 nëntor, 18 nëntor dhe 21 nëntor ndeshjet e raundit të parë të kampionatit evropian U19, pra në grup do të jenë Republika e Irlandës, Shqipëria, Belgjika dhe Slovenia në arenën kombëtare dhe në Elbasan Arena, kurse në 24, 27 dhe 30 nëntor në shtëpinë e futbollit do zhvillohet raundi i parë i kualifikuesve të moshës deri në 17 vjeç në futboll për femra. Në Ligën B në Ligën B, grupi B4, pra Walesi, ishujt farore Kazakistani dhe Shqipëria. Le të mbetemi tek ndeshja pra jemi në minutën 28, 2-0 për Danimarkën. Provon Kacinel të japi impulse sulmit, topi është në duart e portierës Hoffman. Sestet. Përsëri Sestet në kombinimi me Lefevre. Larsen kërkon pozicionin për të goditur. Larsen nga bon në pasim me jetë, merr topin nga numri 9 Lund dhe vetëm rivonje fundore. Mund të kishte bërë më mirë Lund. Ajo që ideoi dhe prodhoi golin e parë në minutën e 15 teksa goditi shtyllën e majt pingullit të portës bieloruse dhe topin e kthyer nga shtylla. Ude çoi në rrjet, vjen më pas edhe supergoli i Fris për të vendosur këtë avantazh 2 golësh të Danimarkës, e cila kështu të paktën deri në këtë moment, ndërsa jemi në minutën 20 e nis me këmbë të mbar raundin e parë në Ligën A të kualifikuesve të kampionatit evropian 17 vjeçareve.
Termansen. Olivia Çoni kërkon numrit 4 të Danimarkës që të respektojë vendi ku ka dalë topi. Tjetër i vën jansor për Danimarkën. Lërgon topin Barelka. Termansen. Edhe njërë Larsen në kombinimin me Fris. Termansen. Fris. A pas Katsinel. Porkop. Nisë gjithçka nga prapa vija të ku është Lefevre. Pa kaluar rrethin e mezit fushës. Termansen. Termansen. Gabon në pasim. Drashdova, për gjithatel Termansen. Me forcë. Ishte lund. Rivën jansore ndërhyrje e Drashdovës. Dhe 14 minuta deri në përfundim të pjesës së parë. Niset Katsinel. Faul shkaktuar nga Larsen, godi e dënimi që ka ndërprerë vrullin e kundërsulmit të Bjelorusisë. Një ndërhyrje taktike për të mos i dhënë mundësi Bjelorusisë që të shkonte më njëherë në kundërsulm. Drashdova. Më pas Termansen. Sestet. Ud. Thomsen. Fris ka të gjithë zonën e veprimit. Fris. E nuk kuptohet me Larsen, e cila kishe topin pas shpinës e me gjithë ata e ka marrë. Ka përballë Drashdovën. Larsen që hynë mes 3 lojtarëve bieloruse, të cilat ja marrin topin, ja heqin nga kontrolli. Përpiqet Bielorusia të ndërtojë kundërsulmin me Katsinel, më pas Drashdova. Katsinel. Topi gjatë që kontrollohet nga portierja Hoffman. Sestet. Se i Sestet. Termansen. Rivën jansore prekja fundit e Drashdovës. Fris. Autore e golit 2 të Danimarkës. Lefevre. Kthej topin prapa tek portierja Hoffman. Përsëri Lefevre. E gabon në pasim Katsinel, por topi në trupin e Sestet. Këngul edhe njërë Bielorusia. Lefevre, që nuk e lë zonën e veprimit. Hoffman e merr topin në zotrim. Lefevre. Sestet. Termansen. Termansen. Larsen. Nuk gjen gjuhën e përbashkët me pjesën e tjetër të skuadrës, me gjithë të kontrollon Borkop. Sestet. Lefevre. Nuk shkon topi tek Moesgaard. Përpiqet mbyll zonën në Ud, megjithatë rivën jansore për Bielorusin prekja e fundit e topit nga Moesgaard. Plan të parë trajnerja daneze Kristina Pedersen. Hoffman. Termansen. Fris. Ishte lund. Më pas edhe numri 8. Thomsen. Ud. Në këtë goditje grushton
Ajdi Shuk dhe goditja e dytë nga këndi për Danimarkën. 2-1 goditja e këndit. Pranë golit të tretë Danimarka. Mbi traumën e portës me shumë vështirësi. Ne jemi në minuta 35 të pjesës së parë. Gjithnjë 2-0 për Danimarkën. Borkop. Më pas Larsen dhe për pak sa nuk gjem me gjithat e Moesgaard në minuta 35 dhe 3-0. Pra 3-0 që në pjesën e parë për Danimarkën. Ud në minutën 15, Fris në minutën 24 dhe Moesgaard në minutën 35. E vështirë Danimarka për Bielorusi. Hera 4 që e nis topin nga qendra bielorusiane në pjesën e parë. Një herë në startin e ndeshjes dhe 3 herë për shkak të psimit të goleve. Ud. Sestet. Më pas edhe Fris, me gjithat e kanë marrë topin bieloruset. Termansen. Borkop. Numri 8 Thomsen. Nuk arrit topi tek Lund. Kjo kundër zbritje e Bielorusisë në krahun e majtë të sulmit, dorëzohet me një herë topi dhe e largon me forcë Lefevre jashtë vjeve kufizuese të portës të fushës, por më parë austriakja çon ka vërejtur dhe një goditje dënimi për Danimarkën. Sestet. Fris. Borkop. Lirojt mirë Borkop. Sestet. Përsëri Borkop. Edhe njërë Fris. Kombinimet shkurtër të saktë të danezëve Lefevre, që duke si kur luajnë nga dalë, por në momentin që janë përpara portës kundërshtare janë shumë agresive. Ndaj dhe janë në avantazh të 3 goleve, provon Kavaljova. Moesgaard, autori e golit të 3 të Danimarkës. Borkop. Thomsen. Lund do të dalit të shpejta krahulet djatë. Lund, por zona e rrepsisë Bielorusisë nuk është e mbi populluar nga lojtarët daneze. U përpoq me një pasim tokës i ta çote tovin tek Ut. Këngul Thomsen. Thomsen i afrohet portës, por rivon një fundore. Por ka edhe prekje nga mbrojtëset bieloruse, pikërisht nga Hadzitskaja, dhe goditja 3 nga këndi për Danimarka, 3-1 goditja e këndit, 3-0 shifrat e goleve, gjithçka e dominuar nga Danimarka. Moesgaard pranë flamurit këndit. Moesgaard. Arkimi lart, provon Fris në rrëmujë sipër. Mbetet aty Lund. Sestet. Më pas Drashdova, që e lë topin të dalë jashtë dhe rivënje fundore për Bielorusinë, e cila e shpëton kështu situatën e vështirë që u krijua në portën e saj. Ajdi Shuk.
Faul, godi dënimi ndal loje për të ardhur në ndihmë njërës për lojtarëve bjeloruse, e cila kërkon dhe asistencë mjekësore, kështu bën të shon në minutat e 40 të pjesës së parë. Deri në këto momente gjithçka ka vijuar normalisht dhe përrjedhoi nuk llogariteshin në minutat shtesë pas minutës së 45. Spaku 1 minutë pas kësaj ndërprerje do të jetë e shtuar, ndërkohë që skuadrat afrohen pranë bankinave. Ndërhyrja ka qenë Larsen kërkon ndrrim pra Bielorusia. E pamundur për të vazhduar lojën. Numri 6 i Bielorusisë, Shaushuk. Problem në këmbën e djathtë, në gjurin e djathtë dhe në krahët e fizioterapisës dhe njërës për shoqëve skuadrës, largohet jashtë vijave kufizuese të fushës në trokitjet e atyre pak të pranishme që janë në stadiumin Elbasan Arena. Edhe pse hyrja është falas, futbolli i femrave përsëri nuk arrin të shtoj kureshjen e tifozërisë në Elbasan. Shajshuk, shohim se cila do të jetë lojtare që do ta zëvendësoj. Ka hyrë në fushën e lojës Vasiljuk në minutën 41. Dhe zëvendësimi i parë i detyruar i Bielorusisë. Jemi në minutën 42. E dalë e shpejt e Protashuk. Termansen. Rivënia anësore për Bielorusinë. Prekja fundit e Termansen. Kacinel. Një rivënia e gabuar, topi është në duart e danezëve. Termansen. Sestet. Lefevre. Sestet. Drashdova. Më pas edhe Thompson. Po ja marrin topin bieloruset. Kapitenja Kavaljova. Kavaljova, trau i portës, ose më saktë aty ku takohen shtylla e djathtë pingule me traun e portës. Ndal golin e parë të Bielorusisë, topin në duart e portierës Sest Hoffman. Dalja e shpejtë e Danimarkës. Fris. Gambon Thompson. Ud. Mosgard. Sestet. Larsen nuk tremblohet Drashdova me gjithë e Larsen, bërë shumë këmbgulje. Larsen. Shvendoset të krahun e djathtë aksioni i Danimarkës. Ud. Lund dhe jashtë. Shumë pranë shtyllës së djathtë pingule pranë golit të 4 Danimarka. Në minutën 44 të takimit. E shohim edhe një herë nga përsëritja. Lund që është e pafat sot. Në një moment topi është ndalur nga shtylla, në momentin e dytë topi përfundon jashtë. Pra duket sikur nuk gjen dot golin sot në këtë ndeshje të parë të raundit të parë të kualifikuesve të kampionatit evropian për 17 vjeçare të Lund. Lefevre.
Sestet. Borkop. Lefevre. Sestet. Më pas edhe Vasiliuk. Largon Sestet. Dhe qojmë edhe sa minuta shtesë, do të akordoj Michel, ka godit dënimi për Danimarka, pengohet Sestet, kërkohet edhe ndihma e stafit mjekësor të Danimarkës, për të ardhur në ndihmë numri 12 të Danimarkës. Pra, ndërprerja e dytë në këto 45 minuta të para. Më parë për Shaushuk e tani për Sestet. Tashpër ka përfunduar koha e rregullt e pjesës parë. Dhe 2 minuta shtesë pra nga gjyqtarja 4 Fabien Michel. Do të kemi diçka edhe për te 2 minutave shtesë. Ndërkohë që lojtarët daneze pranë njëra tjetrës. Sërish duart orkidje. Largohet Sestet për një moment. Rinisur loja Borkop që ka zënë vendin e Sestet në mbrojtje, ndërsa Danimarka është me një forcë më pak. Por është rikthyer numri 12, rivënie pozicioni jashtëor e lojtarëve bieloruse. Sestet. Po pas fris Lefevre. Pritet vetëm vërshëllima e austriakës Çon Termansen. Larsen në krahun e majt, Larsen. Përsëri Larsen. Vjen goditja e 4 nga këndi. Topi është larguar nga Barelka. 4-1 goditja e këndit. Borkop, ka pranë edhe Ud Borkop, kjo goditje e numrit 14 Larsen, që më saktë Lund, por vetëm rivënie fundore. Ajdishuk, Termansen, tashpër ka përfunduar dhe 2 minutë që shtesës. Borkop. Lefevre. Vjen këtu vërshëllima e fundit e Olivia Çon 3-0 për Danimarkën, 45 minuta e para, Ud në minutën 15, Friis në minutën 24 dhe Moesgaard në minutën 35, një pjesë e parë dominuar nga Danimarka. Me goditjen e shtyllës së Lund, por nga ana tjetër edhe Bielorusia ka qenë pranë golit me Kavaliovën në goditje të shtyllës. Këtu përfundojnë 45 minuta e parë, një pushim i shkurtër dhe do të jemi përsëri në transmetim në pjesën e dytë të ndeshjes Bielorusi-Danimark në Elbasan Arena.
ka dy. Mos më hamon ta marrë divizë po.
Përshëndetje dhe një herë tjetër të nderuar teleshikues të Radio Televizion Shqiptar, jemi në prag të pjesës së dytë të ndeshjes Bielorusi-Danimark, grupi A7 Liga A në kualifikueset e kampionatit evropian të futbollit të femrave për moshën deri në 17 vjeç në Elbasan Arena. 3-0, 45 minutë shi i parë për Danimarkën. Ud në minutën e 15, Fris në minutën e 24 dhe Mosgard në minutën e 35. Përveç një zëvendësimi të detyruar të Bielorusisë në minutën e 42, kur u largua e dëmtuar Shaushuk dhe hyri në fushën e lojës Vasiliuk, pjesa tjetër e lojtarëve janë ato që kanë nisur këtë ndeshje që nga starti. Danimarka ka luajtur topin e parë nga qendra dhe është në të majtë të ekranit, ndërkohë që Bielorusia në krahun e djathtë. Lëvizje jansore për bieloruset. Lefevre, portieria Hoffman. Del me njerë pasaj dhe Vasiliuk. Një ndeshje fair play, nuk ka kartonat verdh. Ndërkohë që goditja e këndit janë 4-1 për Danimarkën, shifra e goleve 3-0, topi është në zotrimin e portierës Hoffman. Lefevre, portierja Hoffman. Sestet Thomsen. Kërkojnë t'i bëjnë presingu bielorusit. Thomsen me forcë. Larsen. Lund. Lëshon shumë topi për para. Me gjithë ka ende në zotrim. Thomsen. Niset bë një herë. Larsen, por nuk arrin të godas. Sestet. Moesgaard. Topi për sëri Moesgaard. Dhe një prekje topit me dorë nga njëra prej lojtarëve danezë. Me jetë ka vijuar luajën Çon e pasaj vjen Borkop, vetëm rivonje fundore, një luajtje nga distanca. Një rast i dyshim në zonën e rrepsisë së Bielorusisë ka vijuar lojën Austriake Çon. Nëse në ndihmon regjia me përsëritjen e aksionit për kuptuar dinamikën e asaj çfarë ka ndodhur. Dalë shpejt e bielorusëve. Në momentin e dur në hyrë mbrojtja për të larguar rrezikun rivonjancore për Bielorusin.
Afer. Në konsestet. Lund do këtë dalit të shpejt, Lund. E ka topin në zotrim, Gabon dhe lë prapa, mund të kishe pasuar më shkurt për Ud. Lund. Ud. Përshëri Lund. Thompson. Lund. Strelitarëve bjeloruse, Ud në krahun e djathtë. Ud. Hakimi, nuk të arrin të godas qendër sulmuesja Lund dhe më pas Ud. Rreziku mbrojtja bjeloruse, por e kanë marrë topin autorja golit të parë të Danimarkës, më pas Gabon dhe Moeskart. Niset kapitenja Kavalieva. Topi për portierin Hoffman. Sestet. Lefevre. Ka dalë me që topin jashtë vijave kufizuese të fushës Termansen. Rivën jansore për Bielorusin, dërsa jemi në minuta e 50 takimit. Gjithë një 0-3. Rivën jansore për Bielorusin përsëri. Prega fundit e Termansen. Termansen. Orkop, Gabon në pasim. Sërish kapitenja daneze rekuperon vetë gabimin e saj. Borkop. Valon pasimin. Borkop. Borkop duke si kërkon të marrë të gjitha përpara. Ud. Ud. Borkop. Shumë e dobët ajo goditje. Ka faul të shkaktuar nga kapitenja daneze. Në zonën e rrepsisë së Bielorusisë. Minuta 51. 0-3 për Danimarkën, e cila kështu edhe për arsye golevarazhi. Është në krye të grupit A7. 3 pikë Danimarka, 3-0 golevarazhin, 3 pikë Spanja, Suedia me golevarazhin 2-0. E më pas Greqia 0-2 golevarazhin, 0 pikë, e Bielorusia 0-3. 0 pikë. Topi në duart e portierës Hoffman. Westgard. Lund. Ud. Topi për në pasimin e gabuar. Ligjet nëmër 6. Drazdova. Drazdova, ka shpe shpejt e dalje Hoffman. Duhet fort në rrethin e mezit fushës. Ju dalë shpejt e Bielorusisë. Sestet. Më pas edhe Borkop. Sestet. Borkop. Topi për Lefevre. Thompson. Larsen. Gabon në pasim. Jetë rekuperon Moeskart. Moeskart. Lund. Lund dhe vetëm goditje këndit ndërhyrja fundit e numri 23 Barilka, goditja 5 nga këndi për Danimarkën. 5-1 goditje këndit, 0-3 shifrat e goleve po për Danimarkën. Pra në flamurit këndit e krahut e djathtë të sulmit të Danimarkës, Moeskart, arkimi sa i lartë. Lund. Gabon në pasim.
Termancen, prekja saj e fundit të rivanjansore për Bielorusin. Sestet. E shpejtë dhe Bielorusis. Goditje dënimi për Bielorusin, pengohet kapiteni e skuadrës Kavalieva nga Termancen. Një goditje dënimi në një distancë për rreth 25 metra. Në pozicion diagonal me portën e Danimarkës. Pran topit Kavalieva. Opmærksom bagved, Carly. Minuta 55 Kavalieva. Mbi traule portës shumë larg katërkëndorit të portierës Hoffman. Mbetëm në shifra 3-0, ndërkohë ka një dalesë luaj. Bëhemi gati për zëvendësimin e dytë tek Bielorusia, do të largohet numri 13 Vashuk, e në lojë numri 11 Jurshuk në minutën 55. Zëvendësimi i dytë tek Bielorusia. Goditja e Vasiliuk mbi traun e portës ka grushtuar Hoffman, vjen goditja e dytë nga këndi për Bielorusin. 2-5 goditjet e këndit. Me dorën e djathtë ka arritur Hoffman ta largoj topin mbi traun e portës pranë golit të parë Bielorusia në minutën e 56 takimit. Markimi nga këndi. Largon mbrojtja daneze. Larsen në këtë dalje të shpejtë në kundërshtim për Danimarkën, por rivanjansor për Bielorusin. Dashdova. Topin Bielorusit. Edhe një herë tjetër tenton të ndërtoj kundër sulmit Danimarka me Fris Termancen. Thomsen. Në pas Sestet. Borkop. Kapiteni e Danimarkës, Borkop. Merret nga priqas nga lojtarët e danezë, më pas Sestet, Borkop. Lund. Termancen. Në këtë dalje të shpejt. Larsen. Thomsen, jashtë rivënie fundore për Bielorusin. Ajdushuk. E afrohemi minutës 60 takimit 3-0 për Danimarkën. Ud në minutën 15, Fris në minutën 24, Mojskar në minutën 35. Thomsen. Lefevre. Topi tek portieria Hoffman. Sestet. Edhe një tjetër provon të krijoj rrezikshmëri në sulm Bielorusia. Lefevre.
Vendos lojën në krahun e majtë të sulmit të Danimarkës, aty kur është Termansen. Larsen. Faul, goditje dënimi për Danimarkën. Ndërhyrja e numrit 8 Hachinskaja. Mojsgaard. Lefevre e çon topin në të majtë, aty ku është Termansen. Shohim të tentativë, vetëm rivënie fundore për Bielorusi. Hajdushuk. Ishte të këndësur Bielorusia. Numri 11 Jurshuk. Mbi atë rekuperon topin në Borkop. Faul. Tjetër goditje dënimi për Danimarkën. Kavaljova dhe numri 11 i Danimarkës Ut. Kjo është ndërhyrja e kapitenit bieloruse. Merë topin Mojsgaard. Sërish Mojsgaard. Sehested. Thomsen. Lefevre. Edhe një tjetër Thomsen. Një ndërhyrje nga pas. Faul, goditje dënimi për Danimarkën në rrethin e mezit fushës. Thomsen që është ende në tokë, ka lënë për një çast avantazhin të çon e më pas ka vërshulluar. Luta 62 të takimit. Sehested. Mojsgaard e ka lëshuar shumë topin. E merë Hafar. Sehested. Hoffman. Por rekuperon Jurshuk. Vasiliuk. Edhe një tjetër Friis. Larsen. Përsëri Larsen, Thomsen. Me topin Ut, Bielorusit. Thomsen. Lefevre. Borkop. Termansen. Rivënia anësore për Bielorusi, për Danimarkën. Lefevre. Thomsen. Tjetër zhvendosje e lojës së krahun e Majt Termansen. Si rritë më i ullët, Mojsgaard. Me shumë stacione Danimarka. Iset të Friis dhe ka pritur Hajdushuk. Në minutë 64 provon përsëri Friis nga distanca.
Larsen. E më pas Thompson gabon në këtë tentativ, topi që mbërthehen nga Ajdishuk. Dhe zëvendësimi, tjetër zëvendësim në të dy skuadrat. Largohet Sestet dhe në fushën e lojës për Danimarkën është numri 17 Kolstrup. Në minutën e 65, ndërkohë tjetër zëvendësim largohet edhe Lund e në lojë është numri 18 Hoyer. Minuta 65, pra dy zëvendësime një herë si tek Danimarka. Tjetër rivaljanësore për Bielorusin. Thompson. Tjetër sulmi i Danimarkës në krahun e Majt Hermansen. Pas edhe Hoyer. Por këmbgulja nga krahu i Majt nuk gjen kërkon nga sulmi danez në mbrojtjen bieloruse. Topi në duart e portierës Ajdishuk. Ajdishuk. Hermansen, sërish topi në kontrollin e danezëve. Borkop. Duke sikur janë partuar të dyja skuadrat, Danimarka në fakt nuk ka ngut për të shpejtuar aksionet e saj sulmuese, sepse është në avantazh e 3 goleve, ndoshta duhet të ishte një reagim ndryshe nga Bielorusia. Mazgard. Rivaljanësore për Bielorusin. Kolstrup, që ka zënë vendin e Sestet. Përsëri Kolstrup. Hoffman. Marrin topin e bieloruse, por rekuperon më pas kapitenja daneze Borkop. Faul ndoshta nga Mbras në të ndërhyrjen ndaj numrit të 11 të Danimarkës ut, por vazhdon lojën. Gjyqtarja çon goditja e Larsen dhe bllokon Ajdishuk. Minuta 68, tjetër tentativ e Danimarkës për gjetur golin e 4, shohim edhe nga përsëritja. Një pjesë e dytë që ka qenë disi e dyshimt në vendimin e saj austriakja Çon, Olivia Çon. Në një moment dyshimi i prekje topit me dorë në zonën e rrepsisë bieloruse vazhdoi aksionin. Më pas në një ndërhyrje nga pas dhe
në 2 ndërhyrje nga pas, ka lënë avantazhin pa vërshëlluar për faull. Gjithsesi është kompetencë e saj, por në një avantazh me 3 gola të gjërës për skuadrave nuk ka pse tolerohen të tilla faulla. Topi në duart e Ajdi Shuk. Edhe 21 minuta lojë. Ajdi Shuk. Thompson. Foul. Ndërhyrja e numrit 8 të Bjelorusisë. Hajinskaja. Ajdi Shuk. Vojsgard. E dorëzon shpejt topin në Bjelorusia. Kjo përpjekje e frisë që nuk gjen as njëri nga skuadra. E gjithë Hajinskaja. Rivojë fundore për Bjelorusin. Minuta 71 të takimit. 3-0 për Danimarkën. Ajdi Shuk. Tjetër rivënie anësore për Bjelorusin. Edhe një tjetër Vojsgard. Ud. Në thelësi të zonës së rrepësisë bieloruse dhe gabon Ajdi Shuk në një top që mund të largohet e lehtësisht me këngë. Në minutën 72, 4-0 shënon Ud 2 golësh. Një gafe portierës Ajdi Shuk, e cila është në qendër të ekranit në këtë moment. Topi që i ka ikur nga duar dhe më pas në përkëmb e ka përfunduar në rrjet. Në fakt ishte një pasim për numrin 18 Hoyer, por Ud gjen golin. 4-0 për Danimarkën. Ud në minutën 15 dhe 72. Fris në minutën 24 dhe Vojsgard në minutën 35. Ndërkohë, Danimarka ka marrë pjesë 4 herë në finalet e kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç për herë parë në 2008 dhe rezultatet më të mira ka arritje në raundin gjysmëfinal në 2008 dhe 2012. Një herë ka marrë pjesë në Kupën e Botës për moshën deri në 17 vjeç në 2008, duke arritur deri në raundin çerek final. Janë të gjitha lojtarë që aktivizohen në kampionatin danes. Pra, 4-0 bëhet gjithçka dhe me lehtë për Danimarkën. Det sidste, Josefine. Det sidste, du har i det, Josef. Sa ka që Bielorusia, nga në saj, asnjëherë nuk ka marrë pjesë në kampionatet europiane dhe botërore. Pra është skuadër që vetëm debuton në kualifikueset e kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç e më pas asgjë për të shënuar.
Të dyja skuadrat kanë edhe nga 3 zëvendësime. Borkop. Mojsgaard. Përsëri Mojsgaard. Mojsgaard. Larsen për Hoyer, por është shpejt ai Dishuk. 15 minuta deri në përfundim të pjesës së 2 dhe krejt takimit. 4-0 për Danimark. Një ndeshje që ishte me një sens, e dominuar nga fillimi deri në fund nga Danimarka, goditje shtylle, raste, gola, por dhe Bielorusia nga ana saj ka goditur shtyllën në fundin e pjesës parë. Por pozicioni jashtëruaj në këtë moment i numrit 19 Kavaliova. Tjetër zëvendësim. Pra është larguar Ut, autoria 2 goleve, e në lojë është numri 19 Foss në minutën e 75. Zëvendësimi 3 tek Danimarka. Dhe një fundore për Bielorusin. Hoyer, Larsen që kam patur diçka për të qeruar me njëra tjetrën, gjithsesi vijon loja. Kavaliova. Hoyer. Thomsen. Kothos pas shpinës së mbrojtjes Bielorusis vetëm rivonje fundore. Ajdishuk. Gabon përsëri Hos. Në krahun e djathtë Hos. Shumë vështirësi. Që ndërtoj kundër sulmit Bielorusia. Është në 11 Jurshuk. Mojsgaard. Mojsgaard. Borkop. Hermansen. Kolstrup. Ivan Jansori për Danimarkën. Mojsgaard. Ka prekur topin Kolstrup dhe më pas në presionin e kapitenës bieloruse Kavaliova. Ka larguar Zhvjevkuzuse, por ka patur dhe një prekje nga numri 19 i Bielorusisë, luan në rivënien nënçore Mojsgaard. Thomsen. Përsëri Fris. Larsen. Në krahun e majt Larsen. Kjo goditje Fris në minutën e 78 dhe Fris firmos 2 golshin e saj dhe 5-0 për Danimarkën. Pra Ut në minutën e 15, 72, Fris në minutën e 24 dhe 78 dhe Mojsgaard në minutën e 35 dhe 5-0 goditja e Fris që përfundon në krahun e majtë të portierës Ajdishuk. 5-0. Janë edhe 11 minuta pa kohë shtesë për të luajtur. Janë gjitha gjasat që Danimarka të bëjë dhe goleat. Apo të shkojnë në rezultate tenistike.
Hoffman. Westgard. Kolstrup. Larsen. Fries. Termansen. Edhe një herë tjetër Borkop. Lefevre. Borkop. Thompson. Hoyer. Thompson. Topi Bielorusit. Edhe një herë këmbgul Danimarka me Thompson. Fries. Termansen. Larsen, Termansen. Ky top në zonë, por me mbërthen me të dyja duart Hajdishuk. Dhe 81 të takimit, 5-0 për Danimarkën. Rivënjësor për Bielorusin. Westgard. Faul shkaktuar nga për kapitenja e Bielorusis Kavaljova. Kolstrup. Pas edhe Foss. Hoffman. Përsëri Hoffman. Larsen. Hoyer. Hoyer nuk arrin të pasoj. Termansen. Larsen. Fries. Pozicioni mirë Fries, por jashtë. Rivënje fundore, edhe një herë tjetër tenton nga distanca Fries. Westgard. Borkop. Përsëri Kolstrup. Ka dhe përplasje të forta e sektarëve të të dyja skuadrave. Por jo deri në atë cak sa mund të ketë ndëshkime me karton të verdh. Niset me një herë Termansen. Larsen. Larsen. Edhe Larsen ka shënjisën e gabuar. Vetëm rivënje fundore për Bielorusin. Tashmë kanë kaluar në individualitete dhe duke kaluar në individualitete është duke gabuar Danimarka. Edhe shpejt e Bielorusis. Kavaljova. Por ndërhyn Lefevre. Me gjithë këmbgul Kavaljova. Jashtë.
Edhe e nis Danimarka nga rivënia fundore. Hoffman. Lefevre. Kolstrup. Nuk i shpejton ritme Danimarka. Lefevre. Robi për Thomsen. Ishte edhe Foss Thomsen. Tenton të godas, megjithatë preferon për pasimi për Borkop. Larsen në kombinimin me Hoyer. Ishte Fris. Borkop. Larsen. Largon brojtja bjeloruse. Edhe njërë tjetër Danimarka me Foss. Foss. Lirot mirë Foss. Veç se ka problemin e largimit shumë nga këmba të topit. Moesgaard. Larsen. Edhe Larsen që ka bon duke së kërë shqet. Lefevre. Kolstrup. Dhe 4 minuta dhe në përfundim takimit. 3-0. 5-0 për Danimarka. Hoffman. Hermansen ka përballë dhe kapitenin dhe bjeloruse Kavaliova. Fris. Thomsen. Hermansen. Larsen. Larsen Hoyer dhe 6-0. 6-0 në minutën 86. Tenis, rezultat tenistik i Danimarkës. Një tjetër gol i Hoyer në krahun e majtë të portierës Ajdishuk. Shojmë edhe një tjetër nga disa kënde për zëritjes. Zëvendësim tek Danimarka. Në fushën e lojës Jones dhe numri 15 Jensen. Janë 2 zëvendësime njerëz që çon në 5 numrin e zëvendësimeve tek Danimarka. Tek Bielorusia është larguar Karnejenka dhe në lojë është Kaljuta në minuta 87 zëvendësimi i tretë i Bielorusisë. Duhet presim edhe konfirmimin e 2 zëvendësimeve të fundit të Danimarkës, por ajo që duket është Jones dhe Jensen në fushën e lojës. Që plotësojnë 500 e zëvendësimeve të Danimarkës, ndërkohë që ka mbetur e dëmtuar Jones. Pra, është larguar Larsen, e ka hyrë numri 5 Jonsen. Jones.
Është Moes Gart që ka mbetur i dëmtuar. Është larguar dhe Fris në minutën 87 e në lojë është numri 15 Jensen, ndërkohë që Moes Gart është dëmtuar. Tashmë Danimarka i ka kryer të gjitha zonësimet dhe nuk mund të bëjë tjetër, ndërkohë që jemi në minutën 80 e 90. Moes Gart që largohet, kemi goditur dënimi për Danimarkën. 6-0 për Danimarkën. Pranë topit është Foss. Ndërkohë bëhet gati Thomsen të godas. Ndosha goditje direkte deri portës bieloruse. Dhe presin edhe minutat shtesë nga gjyqtarja 4 Fabien Michel. Thomsen preferon krosimin. Lefevre. Hoyer. Topi për Moes Gart, e cila ka hyrë në fushën e lojës. Foss është dëmtuar një herë prej lojtarëve bielorusë, ndërkohë që janë 3 minuta shtesë. Afrohet edhe gjyqtarja Olivia Çon, ndërhyrja ka qenë Thomsen. Është ngritur Agjinskaja. Nis me top të diskutueshëm Kolstrup. Oje, e ishte Foss. Faul i shkaktuar nga Kolstrup ndaj Kavaljovës. Goditje dënimi pranë vijës anësore për Bielorusin, ndërkohë që vjen ndëshkuara e parë e këtij takimi është Kolstrup. Pranë topit është Katsinel, që nuk është ndjerë në pjesën e 2 takimit. Katsinel. Fald ind, Carli. Længere ind, Carli. Në minutën 92, Katsinel. Kjo goditje kontrollon Hoffman. 60 sekondat e fundit të sfidës. 6-0 për Danimarkën. Kolstrup. Hoffman. Gjitha qarkullojnë të gjithë sektorët e fushës topin Danimarka për shtyrë edhe këto sekonda. Foss. Përsëri Foss. Hoyer. Pozicioni jashtëloje i numrit 15 Lika Kosh Jensen. Vjen këtu vëshëllima e fundit e Olivia Çon, 6-0 për Danimarkën. Ut në minutën 15 dhe 72, Fris në minutën 24 dhe 78, Moes Gart në minutën 35 dhe Hoyer në minutën 86. Danimarka që nis me fitore raundin e parë në Ligën A të kampionatit evropian të moshës deri në 17 vjeç në futboll për femra, vendi i parë sepse ka golivrazhin më të mirë se sa Suedia. 6-0 Danimarka, 2-0 Suedia përballë Greqisë. Këtu përfundojnë takimet e para dhe pas 3 ditësh ne do të jemi përsëri me sfidat e dyta të raundit të parë të Ligës A në futboll për femra. Deri në transmetimin e ardhshëm, një mirëpafshim e miru të dëgjofshim në herë të tjera.